Në këtë moment, ndërsa ju dëgjoni këto fjalë, trupi juaj po ushtron një presion mbi sipërfaqen ku uleni. Ky presion është aq i vogël sa ju mezi e ndjeni. Por imagjinoni për një qast se një lugë çaji e mbushur me material nga trupi juaj do të peshonte rreth 100 gram. Tani imagjinoni se ekziston një vend në univers ku e njëjta lugë çaji do të peshonte sa të gjithë njerëzit që kanë jetuar ndonjëherë mbi tokë. Çdo njeri. Nga Sokrati te gjyshja juaj. Nga Napoleoni te fëmia që lindi para 5 minutash në Tokyo. Të gjithë. Në një lugë. Ky vend ekziston dhe nuk është vri me zez. Në vitin 1968, astronomët Jocelyn Bell dhe Anthony Hewish në Universitetin e Cambridge-it zbuduan diçka që fillimisht e quajtën shenje çuditshme. Ishte një puls elektromagnetik që vinte nga hapësira, i përsosur, i rregullt, çdo një virgul 4 sekonda. Aq i saktë sa për një moment ekipi shkencor e quajti atë LGM-1, që qëndronte për Little Green Men, njerëz të vegjël të gjelbër. Por kjo nuk ishte mesazh nga qytetërimi huaj. Ishte diçka shumë më e çuditshme. Ishte një yll neutron. Një objekt aq i dendur sa sfidonte çdo gjë që njerëzimi dinte për materien. Por si mund të ekzistojë diçka e tillë? Si mund të jetë materia aq e ngjeshur sa një lugj prej saj të peshojë sa një mal, sa një qytet, sa një vend i tërë? Përgjigja fshihet në një nga ngjarjet më dramatike në univers, në vdekjen e një ylli gjigant, dhe në atë që ndodh kur forca më e fortë në natyrë, graviteti, fiton betejën e saj përfundimtare kundër të gjitha forcave të tjera. Le të fillojmë me diçka që e njihni, trupi juaj. Ju jeni bërë nga atome, miliarda atome. Çdo atom ka një bërtham të vogël në qendër dhe elektron që rrotullohen përreth saj. Por këtu është fakti i çuditshëm. Atomi juaj është pothuajse plotësisht bosh. Nëse bërthama e një atomi do të ishte sa një kokër gruri në qendër të një fushe futbolli, elektroni më i afërt do të ishte diku te tribuna. Gjithçka tjetër, hapësirë bosh. Ju jeni bërë nga hapësirë bosh. Ne të gjithë jemi. Kjo hapësirë bosh është arsyeja pse ju mund të uleni në një karrige pa u shkrirë në të. Është arsyeja pse dy duar nuk kalojnë nëpër njëra tjetrën kur i bashkoni. Elektronët në atomet tuaja shtyjnë kundër elektronëve në atomet e karriges. Kjo shtytje elektromagnetike ju mban lart, ju mban të tërë, ju mban në formën që e njihni si ju. Por kjo shtytje nuk është e pakthyeshme. Ajo mund të thyet, dhe kur thyet, ndodh diçka e jashtëzakonshme. Tani imagjinoni një yll, jo dielin ton, diçka shumë më të madhe. Një yll që është 8 herë, 10 herë, 20 herë më masiv se dieli. Për miliona vjet, ky yll ka jetuar në një ekuilibër të përsosur. Në bërthamën e tij, hidrogjeni shndërrohet në helium, heliumi në karbon, karboni në oksigjen, oksigeni në silikon. Çdo reakcion lëshon energji. Kjo energji krijon presion. Presioni shtyn nga brenda, graviteti tërheq nga jashtë. Dy forca në luftë të përhershme, një paqe e brisht. Por një ditë diçka ndryshon. Bërthama e yllit fillon të prodhojë hekur, dhe hekuri është fundi. Nuk mund të shkrish hekurin për të fituar energji. Është si të arrish në fund të një rruge pa krye. Për miliona vjet, ylli ka djegur lëndë djegëse. Tani, lënda djegëse ka mbaruar. Presioni nga brenda bie dhe graviteti fiton. Ajo që ndodh më pas zgjat më pak se një sekond. Bërthama e yllit, një sferë hekuri me madhësinë e tokës, shembet. Jo ngadalë, jo gradualisht, me shpejtësinë e dritës. Në 1/4 e sekondës, një objekt me madhësinë e një planeti zvoglohet në diçka me diametër 20 kilometra. 20 kilometra. Sa distanca nga qendra e Tiranës deri në Durrës? Në këtë hapësirë të vogël, tani është ngjeshur masa e një ylli që ishte sa 1 milion toka. Imagjinoni se po e shikoni këtë nga larg. Ylli gjigant që ka ndriçuar hapësirën për miliona vjet, pa pritur ndizet. Për disa sekonda, ai bëhet më i ndritshëm se një galaktikë e tërë. Shtresat e jashtme të yllit shpërthejnë në hapësirë me shpejtësi 10% të shpejtësisë së dritës. Kjo
është një supernova, një nga ngjarjet më të dhunshme në univers, por në qendër, diçka edhe më e çuditshme po ndodh. Diçka po krijohet që nuk duhet të ekzistojë sipas logjikës së përditshme. Në atë bërtham të shembur, presioni është aq i madh sa elektronët dhe protonet në atome nuk mund të qëndrojnë të vequar. Ato shtypen së bashku. Një elektron me ngarkesë negative dhe një proton me ngarkesë pozitive bashkohen dhe formojnë një neutron, një grinc pa ngarkesë. Dhe kjo ndodh me çdo atom. Miliarda atome shndërrohen në neutrona. Hapësira bosh që ekzistonte midis bërthamës dhe elektronëve zhduket. Materia shembet në vetvete. Rezultati është një objekt që shkencëtarët e quajnë yll neutron. Por emri nuk i bën drejtësi asaj që është vërtet. Imagjinoni një sferë me diametër 20 kilometra, aq e vogël sa mund të futej brenda qytetit të Londrës. Por kjo sferë përmban masën e një ylli. Jo një ylli i vogël, një yll që është 1,4 deri në 2 herë më masiv se dielli ynë. Çdo centimetër kub i kësaj sfere, një kub sa një kub sheqeri, peshon 1 miliard ton. Jo 1 milion, 1 miliard. Sa 500 piramidat e Keopsit, në një kub sheqeri. Le ta themi ndryshe. Nëse do të merrnit një lugë qaji dhe do ta mbushnit me material nga një yll neutron, ajo lugë do të peshonte rreth 5 miliard ton. Kjo është sa pesha e të gjithë njerëzve që jetojnë aktualisht mbi tokë, 7 miliard njerëz. Në një lugë. Nëse do ta lëshonit këtë lugë, ajo do të binte nëpër dysheme, nëpër themel, nëpër shkëmbë, nëpër mantelin e tokës dhe do të vazhdonte të binte deri në qendër të planetit. Asgjë nuk do të mund ta ndalonte. Por dendësia është vetëm fillimi i çuditshëm. Graviteti në sipërfaqen e një ylli neutron është rreth 200 miliard herë më i fortë se graviteti mbi tokë. Nëse do të qëndroni në sipërfaqen e një ylli neutron, nëse kjo do të ishte fizikisht e mundur, ju do të shtypenin në një shtresë atomesh. Trupi juaj do të shndërrohej në një njoll me trashësi më pak se një atom. Por edhe para se të arrini atje, diçka tjetër do të ndodhte. Diferenca e gravitetit midis kokës dhe këmbëve tuaja do të ishte aq e madhe sa do t'ju shqente në copa. Shkencëtarët e quajnë këtë spagetifikim. Ju do të zhderroheshit në një fije të hollë materie para se të prekni sipërfaqen. Dhe ka më shumë, yjet neutron rrotullohen, por jo si toka që bën një rrotullim në 24 orë. Yjet neutron rrotullohen shpejt. Shumë shpejt. Disa prej tyre bëjnë një rrotullim të plot në 1 sekond, të tjerë në 1/10 e sekondës. Rekordi i regjistruar është një yll neutron që rrotullohet 701 herë në sekond. 701 rrotullime në 1 sekond. Imagjinoni një objekt me madhësinë e një qyteti që rrotullohet aq shpejt sa bën gati 1000 rrotullime në kohën që ju duhet për të thënë 1000. Pse rrotullohen aq shpejt? Për shkak të një ligji fizike që quhet ruajtja e momentit këndor. Kur patinatori në akull tërheq krahat drejt trupit, ai rrotullohet më shpejt. E njëjta gjë ndodh me një il. Kur një il gjigant me diametër miliona kilometra shembet në një sferë me diametër 20 kilometra, ai duhet të rrotullohet shumë më shpejt për të ruajtur momentin e tij këndor. Është si të shtysh të gjithë rrotullimin e një planeti në një objekt sa një qytet. Rezultati është një shpejtësi që sfidohet imagjinatën. Në ekuatorin e një ylli, neutron që rrotullohet 700 herë në sekond, shpejtësia është rreth 120.000 kilometra në sekond. Kjo është gati gjysma e shpejtësisë së dritës. Materia në sipërfaqe po lëviz aq shpejt sa koha filloi të ngadalsohet. Jo metaforikisht. Fjalë për fjalë, sipas teorisë së relativitetit të Einsteinit, koha ecën më ngadalë në fusha të forta graviteti dhe në shpejtësi të larta. Në sipërfaqen e një illi neutron, të dyja këto efekte janë ekstreme. Nëse do të mund të qëndronit atje, dhe përsëri nuk do të mundnit. 1 sekond për ju do të ishte më shumë se 1 sekond për dikë që vëzgon nga larg. Por ka edhe një forcë tjetër në lojë, magnetizmi. Toka ka një fushë magnetike. Ajo na mbron nga rrezatimi diellor. Ajo bën që kompasi të funksionojë. Fusha magnetike e tokës matet në rreth gjysmë Gauss.
Një magnet frigoriferi është rreth 100 Gauss. Një makinë MRI në spital është rreth 11.000 Gauss. Tani imagjinoni një fushë magnetike prej 1 trilion Gauss. Jo 1 milion, jo 1 miliard, 1 trilion. Kjo është fusha magnetike e një illi neutron tipik. Disa yje neutron kanë fusha edhe më të forta, ata quhen magnetar. Fusha e tyre magnetike arrin në 1 kuadrilion Gauss. Kjo është një forcë aq e madhe sa mund të shtrembërojë atomet. Fjalë për fjalë, atomet që zakonisht janë sferike shndërrohen në forma të zgjatura, si shkopinj. Nëse një magnetar do të ishte në distancën e hënës nga toka, ai do të fshinte të gjitha të dhënat nga çdo kartë krediti, çdo disk i fortë, çdo pajisje elektronike mbi planetin ton. Nëse do të ishte në gjysmën e kësaj distance, ai do të fillonte të ndërveprojë me atomet në trupin tuaj. Ju nuk do të jetonit. Por çfarë do të thotë në të vërtetë një fushë magnetike prej 1 trilion Gauss? Le të e vendosim këtë në perspektivë. Nëse do të kalonit brenda 1000 kilometrave nga një magnetar, fusha magnetike do të ishte aq e fortë sa do të ndikonte në rrjedhën e gjakut në trupin tuaj. Hekuri në qelizat e kuqe të gjakit, ato molekula të vogla që mbajnë oksigjenin, do të fillonin të orientohen sipas vijave magnetike. Zemra juaj do të përpiqej të rrahte kundër një force që po e shtrembëronte çdo atom në trupin tuaj. Por nuk do të arrinte kaq larg. Shumë përpara kësaj, rrezatimi që lëshon magnetari do t'ju kishte shndërruar në plazëm. Dhe këtu vjen diçka edhe më e çuditshme. Fusha magnetike e një magnetari është aq e fortë sa ndikon në vetë hapësirën. Jo në materien që ndodhet në hapësirë, por në vetë hapësirën. Sipas teorisë së Einsteinit, hapësira dhe koha nuk janë një skenë palvizhme ku ndodhin ngjarjet. Ato janë dinamike, ato përkulen, ato shtrembrohen. Dhe në prani të një fushe magnetike kaq ekstreme, hapësira bëhet diçka që fizikanët e quajnë birefringent. Ajo fillon të ndajë dritën në 2 rreze të polarizuara ndryshe. Kjo është e njëjta gjë që ndodh kur drita kalon nëpër disa kristale, por këtu nuk ka kristal. Vetë hapësira po sillet si një kristal. Vakumi po bëhet optikisht aktiv. Le të ndalemi këtu për një moment. Le ta themi përsëri. Fusha magnetike e një magnetari është aq e fortë sa hapësira Bosch, vakumi absolut, fillon të ndërveprojë me dritën. Vakumi, që sipas përkufizimit është asgjë, po bëhet diçka. Kjo nuk është metaforë, kjo nuk është thjeshtim, kjo është fizikë vërtet, e verifikuar nga vëzhgimet. Ne kemi matur këtë efekt, ne e kemi parë atë të ndodh. Por magnetizmi është vetëm një nga mënyrat se si yjet neutron ndikojnë në hapësirën përreth tyre. Le të flasim për gravitetin. Ju e dini tashmë se graviteti në sipërfaqen e një ylli neutron është 200 herë më i fortë se në tokë. Por çfarë do të thotë kjo për dritën? Drita nuk ka masë. Ajo nuk duhet të ndikohet nga graviteti, apo jo? Jo. Einsteini na tregoi se graviteti nuk tërheq masën. Graviteti përkul hapësirën. Dhe drita udhton nëpër hapësirë. Kur hapësira përkulet, rruga e dritës përkulet me të. Afër një ylli neutron, kjo përkulje bëhet ekstreme. Imagjinoni se qëndroni në një distancë të sigurt dhe po vëzgoni yllin. Ju nuk do të shihni vetëm sipërfaqen që është përballë jush. Ju do të shihni edhe pjesë të sipërfaqes që është prapa yllit. Drita nga ana e pasme udhton rreth yllit duke ndjekur hapësirën e përkullur dhe arrin te sytë tuaj. Është si të shikosh rreth një kosheje pa lvizur kokën. Hapësira vet po vepron si një thjerrës. Dhe ka më shumë. Kur drita largohet nga një yll neutron, ajo duhet të ngjitet jashtë një gropi shumë të thellë gravitacional. Kjo i kushton energji. Drita humb energji duke u zhvendosur drejt të kuqes. Gjatësia e vallës bëhet më e gjatë. Nëse do të mund të ndizni një fener me dritë blu në sipërfaqen e një ylli neutron, një vëzhgues nga larg do ta shihte atë dritë si të kuqe. Jo sepse diçka ka ndryshuar me vetë dritën, por sepse hapësira nëpër të cilën ajo udhton është aq e shtrembruar sa ndryshon vetë natyrën e dritës. Por le të kthehemi te ajo që na bëri të zbulojmë yjet neutron që në fillim, pulset. Ato sinjale të rregullta që Jocelyn Bell detektoi në vitin 1968. Çfarë i shkakton ato? Përgjigja qëndron në kombinimin e 3 gjërave: rrotullimi i shpejtë, fusha magnetike ekstreme
dhe një aksident gjeometrik. Imagjinoni një yll neutron që rrotullohet 700 herë në sekond. Ai ka një fushë magnetike prej 1 trilion Gauss. Kjo fushë magnetike nuk është e rregullt. Ajo nuk është e përqendruar në qendër të yllit. Ajo ka pola, një pol verior dhe një pol jugor magnetik, ashtu si toka. Por ndryshe nga toka, këta pola nuk janë të rreshtuar me aksin e rrotullimit. Ata janë të pjerrët. Është si të kesh një magnet që rrotullohet, por poli verior i tij nuk është në krye. Tani, grimcat e ngarkuara, elektronët dhe ionet rreth illit, neutron ndjekin vijat e fushës magnetike. Ato përshpejtohen përgjatë këtyre vijave dhe, kur përshpejtohen, ato lëshojnë rrezatim. Ky rrezatim del nga polat magnetik, si 2 rreze drite nga një far. Por illi po rrotullohet, kështu që këto rreze po fshin hapësirën si drita e një fari që rrotullohet. Çdo herë që një nga këto rreze kalon nëpër tokën, ne detektojmë një puls. Puls, puls, puls. Aq i rregullt sa mund ta përdorni si një orë. Dhe këtu është diçka e mahniqme. Disa pulsar, kështu i quajmë yjet neutron që lëshojnë këto pulse, janë aq të rregullt sa janë më të sakta se çdo orë atomike që kemi ndërtuar ndonjëherë. Pulsi i tyre ndryshon me më pak se 1 miliardën e sekondës në vit. Imagjinoni një orë që humb vetëm 1 sekond çdo 100 milion vjet. Kjo është saktësia e një pulsari. Një objekt me madhësinë e një qyteti që rrotullohet qindra herë në sekond, me një fushë magnetike që shtrembëron hapësirën, po na jep kohën më të saktë në univers. Por jo të gjithë pulsarët janë të njëjtë. Disa rrotullohen ngadalë, vetëm një herë në disa sekonda. Këta janë pulsar të rinj, të lindur nga supernova të fundit. Me kalimin e kohës, ata ngadalsohen. Rrezatimi që lëshojnë i merr energji. Pas miliona vjetësh, ata ngadalsohen aq shumë sa ndalojnë së lëshuari rrezatim të dukshëm. Ata bëhen yje neutron të vdekur. Ende ekzistojnë, ende rrotullohen, por tani janë të padukshëm për ne. Por pastaj ka pulsarët milisekond. Këta janë yje neutron që rrotullohen qindra herë në sekond. Ata janë enigma. Sipas logjikës, ata duhet të ishin ngadalsuar tashmë. Ata duhet të ishin vdekur, por ata janë më të shpejtët që kemi gjetur. Si është e mundur? Përgjigja është se ata janë ringjallur. Ata kanë një ill shoqërues, një ill normal që rrotullohet rreth tyre. Me kalimin e kohës, illi neutron thith materien nga ky shoqërues. Materia bie në sipërfaqen e illit neutron në një spirale, duke e përshpejtuar atë si një rrotë që po shtypet. Illi neutron vjedh materien dhe momentin këndor nga shoqëruesi i tij dhe kthehet në jetë si një pulsar i shpejt. Ky proces quhet riciklim dhe ai krijon disa nga objektet më ekstreme në univers. Imagjinoni një il neutron që ka thithur aq shumë materie sa është në kufirin absolut të asaj që mund të mbajë. 1 gram më shumë dhe ai do të shembej në një vrim të zezë, por ai nuk shembet. Ai qëndron atje, në kufi, duke rrotulluar me 700 rrotullime në sekond, duke lëshuar rrezatim që mund të detektohet nga mijëra vite drite larg. Është si të shikosh një akrobat që ecën në një litar mbi një humner, por akrobati është i bërë nga materia më e dendur në univers, dhe litari është kufiri midis ekzistencës dhe shembjes në një singularitet. Por çfarë ndodh nëse shtoni më shumë masë? Çfarë ndodh nëse ylli neutron kalon kufirin? Ka një masë maksimale që një yll neutron mund të ketë. Shkencëtarët e quajnë këtë kufirin Tolman-Oppenheimer-Volkoff, por ideja është e thjeshtë. Ka një pikë ku as presioni i neutroneve nuk mund të mbajë kundër gravitetit. Kur arrini në këtë pikë, rreth 2,5 herë masa e diellit, ylli neutron shembet. Dhe kur shembet, ai bëhet diçka nga e cila as drita nuk mund të shpëtojë. Ai bëhet një vrim e zezë. Ky transformim është i menjëhershëm, nuk ka fazë tranzitore, nuk ka gjendje të ndërmjetme. Një moment keni një il neutron, një objekt me sipërfaqe, me strukturë, me veti që mund të maten. Momentin tjetër keni një vrim të zezë, një singularitet i mbuluar nga një horizont ngjarjesh, një pikë pa kthim. Është si të shikosh diçka që bie nga një shkëmbë. Një moment është atje.
Momentin tjetër ka zhdukur përtej një kufiri që nuk mund të kapërcehet. Por para se të arrijnë në këtë pikë, yjet neutron na tregojnë diçka thelbësore për natyrën e materjes. Ata janë një laborator natyror ku mund të studiojmë fizikën në kushte që nuk mund të riprodhojmë kurrë në tokë. Asnjë makinë që kemi ndërtuar, asnjë përshpejtues grimkash, asnjë reaktor fuzion, asnjë eksperiment nuk mund të krijojë presionin, temperaturën ose densitetin që ekziston në bërthamën e një ylli neutron. Dhe kjo bërtham është ende një mister. Ne e dim se sipërfaqja e një ylli neutron është e bërë nga neutrona, por çfarë ka në qendër? Në presione aq ekstreme, neutronat vetë mund të thyen. Kuarket, grimcat që formojnë neutronat, mund të çlirohen dhe të formojnë një gjendje të re të materjes që quhet materie kuark. Ose mund të ndodhë diçka edhe më e çuditshme. Mund të formohen grinca egzotike që nuk kemi parë kurrë. Mund të shfaqen gjendjet materjes që ekzistojnë vetëm për 1 miliardën e sekondës në përshpejtuesit tanë të grincave, por që këtu janë të qëndrueshme, të ngjeshura nga pesha e një illi mbi to. Kjo është arsyeja pse astronomët studiojnë yjet neutron me aq pasion. Çdo vëzhgim, çdo matje e një pulsi, çdo detektimi një vale gravitacionale nga përplasja e dy yjeve neutron na jep një copëz informacioni për fizikën në kushte ekstreme. Kur dy yje neutron përplasen, një ngjarje që ndodh diku në univers çdo disa mijë vjet, ata krijojnë një shpërthim i cili lëshon më shumë energji në një sekond se sa dielli do të lëshoj në të gjithë jetën e tij. Ata dridhin vetë hapësirën, duke dërguar valë gravitacionale që udhëtojnë nëpër univers me shpejtësinë e dritës. Në vitin 2017, për herë të parë, ne detektuam këto valë gravitacionale nga përplasja e dy yjeve neutron. Ishte një moment historik. Për herë të parë, ne dëgjuam tingullin e hapësirës që dridhej. Dhe në të njëjtën kohë, teleskopët tanë optik, me rreze X, me rreze gamma, të gjithë u kthyen drejt të njëjtit vend në qiell dhe pan shpërthimin. Ishte si të dëgjoje një bubullim dhe të shikoje rrufën në të njëjtën kohë. Por kjo nuk ishte një stuhi. Ishte përplasja e dy objekteve, secili me masën e një ylli, secili me madhësinë e një qyteti, duke u përplasur me 1/3 e shpejtësisë së dritës. Ajo përplasje krijoi diçka të jashtëzakonshme. Kur dy yje neutron bashkohen, temperatura në pikën e kontaktit arrin në triliona grad. Materia shkrihet, neutrona thyhen, dhe për një moment të shkurtër, kushtet janë aq ekstreme sa fillojnë të formohen elemente të rënda. Ari, platini, urani, të gjitha elementet më të rënda se hekuri, elementet që nuk mund të krijohen në bërthamën e një ylli normal, krijohen këtu, në këtë ferë të shkurtër dhe të ndritshëm. Dhe pastaj, kjo materie hidhet në hapësirë. Ajo përhapet, ajo ftohet, ajo bëhet pluhur. Dhe pas miliona vjetësh, ajo pluhur bëhet pjesë e një reje që shembet për të formuar yje të rinj dhe planete. Dhe, në fund, jetë. Unaza e artë në gishtin tuaj u krijua në përplasjen e dy yjeve neutron, diku në galaktik, miliarda vjet përpara se dielli ënd të lindë. Çdo atom ari në tokë, në muzet, në bankat, në elektronikën tuaj, erdhi nga një ngjarje si kjo. Nga një moment kur dy objekte, secili më i dendur se çdo gjë tjetër në univers përveç vrimave të zeza, u përplasën dhe krijuan një zjarr që ndezi elementet. Kjo është trashëgimia e yjeve neutron. Ata nuk janë vetëm objekte egzotike për të studiuar. Ata janë fabrikat ku krijohet materia që na përbën. Ata janë laboratorët ku fizika shkon përtej çdo gjëje që mund të testojmë në tokë. Ata janë oret më të sakta në univers. Ata janë magnetët më të fortë. Ata janë objektet më të densa. Ata janë kufiri midis materjes dhe asgjës, midis ekzistencës dhe singularitetit. Dhe ata janë kudo. Në galaktikën tonë, rrugën e qumështit, ka rreth 100 milion yje neutron. Shumica janë të vjetër, të ftohtë, të padukshëm, por ata janë atje, duke rrotulluar në errësirë, duke mbajtur sekretet e materjes në bërthamat e tyre. Disa janë pulsar,
duke na dërguar sinjale me rregullsi të përsosur. Të tjerë janë magnetar, duke shtrembruar hapësirën me fushat e tyre. Dhe disa, diku, në këtë moment, po përplasen me njëri tjetrin, duke krijuar arin që dikush, në një të ardhme të largët, do ta mbajë në dorë dhe do të mrekullohej për bukurinë e tij, pa ditur se ai erdhi nga një ferr që nuk mund të imagjinohet. Kjo është fuqia e yjeve neutron. Ata marrin çdo gjë që ne e dim për materien, çdo rregull, çdo ligj, çdo kufizim, dhe e shtyjnë atë në kufi absolut. Ata na tregojnë se universi është më i çuditshëm, më ekstrem, më i mahnitshëm se çdo gjë që mund të ndërrojmë. Dhe ata na kujtojnë se ne, me trupat tanë të brishta, me atomet tona të mbushura me hapësirë bosh, jemi bërë nga pluhuri i yjeve që vdiqen. Na materia që njëherë ishte aq e ngjeshur sa një lujë prej saj peshonte sa një mal, dhe që tani është aq e shpërndar sa formon qelizat, kockat, mendjet tona. Kjo është historia e yjeve neutron, por kjo nuk është fundi. Sepse çdo përgjigje që gjejmë ngre pyetje të reja. Çdo vëzhgim zbulon një mister të ri. Dhe në thellësinë e bërthamës së një yli neutron, në atë vend ku presioni është aq i madh sa materia vetë mund të ndryshojë natyrën e saj, aty fsihen ende sekrete që ne mezi kemi filluar t'i kuptojmë. Por le të shkojmë më thellë. Le të bëjmë diçka që asnjë njeri nuk ka bërë kurrë dhe që asnjë njeri nuk do të bëjë kurrë. Le të udhtojmë nëpër shtresat e një yli neutron. Le të zbresim nga sipërfaqja drejt bërthamës, duke kaluar nëpër zona ku çdo metër i ri thyen një ligj tjetër të fizikës që e mendonim të pathyeshëm. Fillojmë në sipërfaqe. Ju i qëndroni, nëse kjo do të ishte e mundur, mbi një shtresë që shkencëtarët e quajnë oqean. Por ky nuk është oqean uji. Është një shtresë hekuri të kristalizuar, aq e fortë sa qeliku. Më i mirë që kemi ndërtuar ndonjëherë do të ishte si gëlqere në krahasim. Temperatura këtu është rreth 1.000.000 gradë. Por materia nuk shklihet. Presioni është aq i madh, miliarda atmosfera, sa atomet e hekurit janë ngjeshur në një rrjet kristalor më të përsosur se çdo kristal që ekziston në tokë. Imagjinoni një diamant, por i bërë nga hekuri dhe 1 miliard herë më i fortë. Dhe kjo sipërfaqe nuk është elmuar, ajo ka male, por këto nuk janë male si Everesti. Graviteti këtu është aq i fortë sa asgjë nuk mund të ngrihet më shumë se disa milimetra. Një mal në një il neutron është një fryrje me lartësi më pak se 1 centimetër, por masa e atij mali është sa masa e Everestit. Imagjinoni të gjithë peshën e malit më të lartë në tokë të ngjeshur në një fryrje sa një gozhdë. Kjo është gjeografia e një ili neutron. Tani zbrisni, kaloni nëpër sipërfaqe dhe hyni në atë që quhet krusta e jashtme. Këtu presioni rritet. Atomet e hekurit janë ende atje, por tani ato janë të rrethuar nga një det elektronesh. Këto elektrone nuk janë të lidhura me atome specifike. Ato lëvizin lirshëm, si një lëng. Por ky lëng ka veti të çuditshme. Ai përcjell elektricitetin pas një rezistencë. Është një super përcjellës i përsosur. Një rrymë elektrike që fillon këtu nuk do të ndalojë kurrë. Ajo do të rrjedh përgjithmonë, pa humbur asnjë grimcë energjie. Zbrisni më thellë. Presioni tani është aq i madh sa bërthama e atomeve të hekurit fillon të kapë elektrone. Një proton dhe një elektron bashkohen dhe formojnë një neutron. Hekuri shndërrohet në izotope më të rënda, pastaj në elemente që nuk ekzistojnë në tokë, pastaj në diçka që nuk ka emër, sepse nuk mund të ekzistojë askund tjetër në univers përveç këtu, nën këtë presion të pabesueshëm. Tani arrini në krustën e brendshme këtu. Bërthama e atomeve janë aq të ngjitura sa fillojnë të prekin njëra tjetrën. Imagjinoni një dhomë plot me njerëz, por aq plot sa njerëzit nuk mund të lëvizin pa u përtlasur. Tani, imagjinoni se ata njerëz janë bërthama atomike dhe dhoma po të kuret. Kjo është krustra e brendshme. Bërthama janë të ngjeshura në një rrjet, por midis tyre notojnë neutronat e lira, neutrona që janë çliruar nga bërthama dhe tani formojnë një det të veçantë. Dhe ky det neutronash ka një veti që sfidohet çdo logjik. Ai është një superfluide. Kjo do të thotë se ai rrjedh pa asnjë viskozitet. Fare.
0. Nëse do të mund të trazoni këtë lëng, ai do të vazhdonte të rrotullohej përgjithmonë, nuk do të ngadalsohej, nuk do të ndalonte. Rrotullimi do të vazhdonte deri në fund të kohës, pa humbur asnjë grimcë energjie. Kjo nuk është teori, kjo është e vërtet e verifikuar nga sjellja e pulsarëve. Kur një pulsar papritur përshpejtohet, një ngjarje që quhet glitch, kjo ndodh sepse superfluidi në brendësi kalon moment këndor të krustra. Është si të kesh 2 orë brenda njëra tjetrës, njëra duke rrotulluar më shpejt se tjetra dhe papritur ato sinkronizohen. Por vazhdoni të zbrini. Tani hyni në bërthamën e jashtme. Këtu atomet kanë pushuar se ekzistuari. Nuk ka më bërthama të veçanta. Ka vetëm neutrona. Miliarda neutrona, të ngjeshura kaq afër sa prekin njëra tjetrën. Densiteti këtu është rreth 100 milion ton për centimetër kub. Një kub sheqeri i kësaj materie do të peshonte sa 50 piramidat e Keopsit. Dhe këto neutrona nuk janë të palëvishme. Ato lëvizin, ato driven, ato ndërveprojnë me njëra tjetrën nëpërmjet forcës bërthamore të fortë. Forcës që mban së bashku bërthama atomike. Por këtu, kjo forcë po punon në kufirin e saj absolut. Çdo neutron është e rrethuar nga neutrona të tjera, duke e shtyr atë nga të gjitha anët. Presioni është aq i madh sa neutrona vetë fillojnë të deformohen. Ato nuk janë më sfera të përsosura. Ato janë të shtypur, të zgjatura, të shtrembruara nga peshja e gjithçkaje mbi to. Dhe këtu ndodh diçka e mahniqme. Në këtë det neutronash fillojnë të shfaqen grimca egzotike, pion, grimca që zakonisht ekzistojnë vetëm për 1 miliardën e sekondës në përshpejtuesit tanë të grimcash, këtu janë të qëndrueshme. Kaon, grimca eve më egzotike, fillojnë të formohen. Dhe nëse presioni është mjaft i lartë, mund të shfaqen edhe hiperon, grimca që përmbajnë kuarke të çuditshme, një lloj kuarku që nuk gjendet në materien normale. Por çfarë ndodh nëse shkoni edhe më thellë? Çfarë ka në qendër absolute të një ylli neutron? Kjo është një nga pyetjet më të mëdha të hapura në fizik. Ne nuk e dim. Presioni në bërthamën e brendshme të një ylli neutron është aq i madh sa të i kalon çdo gjë që mund të simulojmë në kompjuterët tanë më të fuqishëm. Është aq ekstrem sa ligjet e fizikës që njohim mund të mos zbatohen më. Një mundësi është se neutrona vetë thyhen. Kuarket që i formojnë ato, 3 kuarke në çdo neutron, çlirohen dhe formojnë një sup kuarkesh. Imagjinoni se çdo neutron është si një qese e vogël që përmban 3 topa. Tani, imagjinoni se presioni bëhet aq i madh sa qeset shpërthejnë dhe të gjithë topat përzihen së bashku në një det të vetëm. Kjo do të ishte materia quark, një gjendje e materjes ku kuarket nuk janë më të lidhur në grimca individuale, por notojnë lirshëm në një oqean kuarkesh. Një mundësi tjetër është edhe më egzotike. Mund të ekzistojë një gjendje e materjes që quhet materia e çuditshme quark. Kjo do të ishte një lloj materie ku kuarket nuk janë vetëm kuarke lart dhe poshtë, llojet që formojnë protonat dhe neutronat, por përfshin edhe kuarke të çuditshme. Dhe kjo materie mund të ketë një veti të jashtëzakonshme. Ajo mund të jetë më e qëndrueshme se materia normale. Nëse kjo është e vërtet, atëherë një yll neutron me një bërtham materie të çuditshme quark nuk do të ishte në ekuilibër. Ai do të ishte në një proces të ngadaltë transformimi, duke shndërruar gradualisht të gjithë neutronat në materie të çuditshme, duke u bërë diçka që quhet një yll i çuditshëm. Por ka edhe mundësi më egzotike. Në presione aq ekstreme mund të formohen grimca që nuk kemi parë kurrë. Mund të shfaqen gjendje të materjes që ekzistojnë vetëm në teoria. Mund të ketë një tranzicion faze, si kur uji shndërrohet në akull, por një tranzicion faze në vetë strukturën e hapësirës dhe kohës. Mund të ketë një pikë ku materia bëhet aq e dendur sa fillon të ndërveprojë me dimensione të tjera, nëse ato ekzistojnë. Kjo është arsyeja pse çdo vëzhgim i një ylli neutron është i çmuar. Çdo matje e masës, e rrjezës, e mënyrës se si drita përkulet rreth tij, na jep një të dhënë për atë që ndodh në brendësi.
Në vitin 2020, astronomët matën një yll neutron me masën e saktë 2,11 herë masa e diellit dhe një rreze prej 11,5 kilometra. Këto numra mund të duken të thjeshta, por ato janë fezare. Ato na tregojnë se sa e fortë është materia bërthamore. Ato na tregojnë se sa presion mund të mbaj para se të shembë. Ato na japin një dritare në fizikën që nuk mund ta studiojmë në asnjë mënyrë tjetër. Por le të dalim nga brendësia e yllit, neutron, dhe të shikojmë diçka tjetër. Le të flasim për atë që ndodh kur një yll neutron nuk është vetëm, kur ai ka një partner. Kur dy yje neutron rrotullohen rreth njëri tjetrit në një valë kozmike që do të përfundojë me përplasjen më të dhunshme në univers. Imagjinoni dy yje neutron, secili me masën e një ylli dhe madhësinë e një qyteti, duke rrotulluar rreth njëri tjetrit. Ata janë aq afër sa plotësojnë një orbit në vetëm disa orë, aq afër sa graviteti i njërit po shtrembëron tjetrin, aq afër sa ata po lëshojnë valë gravitacionale, valë në vetë hapësirën, që po i marrin energji dhe po i afrojnë edhe më shumë. Ky proces zgjat miliona vjet, por në minutat e fundit, gjithçka përshpejtohet. Orbitat kurret, shpejtësia rritet, valët gravitacionale bëhen më të forta. Dhe pastaj, në sekondat e fundit, dy yjet neutron po rrotullojnë rreth njëri tjetrit me një të tretën e shpejtësisë së dritës. Ata janë aq afër sa sipërfaqet e tyre po fillojnë të prekin. Graviteti i njërit po shqyer tjetrin. Materia po hidhet në hapësirë në spirale të ndezura. Dhe pastaj, ata përplasen. Në një moment që zgjat më pak se një sekond, dy objekte, secili më i dendur se çdo gjë tjetër në univers përveç vrimave të zeza, bashkohen. Temperatura në pikën e kontaktit arrin në 100 miliard grad. Kjo është 6.000 herë më e nxehtë se bërthama e diellit. Aq e nxehtë sa fotonët, grimcat e dritës, kanë mjaft energji për të krijuar çifte grimcash dhe antigrimcash nga vakumi. Aq e nxehtë sa çdo ligj i termodinamikës që e njihni pushon së zbatuari. Në këtë ferr, neutrona tëhen, kuarket çlirohen, dhe për një moment të shkurtër, më pak se një sekond, ekziston një gjendje e materies që nuk ka ekzistuar në univers që nga Big Bangu. Një sup kuarkesh dhe gluonësh, aq i nqehtë dhe i dendur sa është, si të shikosh kohën duke u kthyer mbrapsht në 3 minutat e para pas lindjes së universit. Por kjo gjendje nuk zgjat. Materia ftohet, ajo zgjerohet, dhe ndërsa ftohet, ndodh diçka magjike. Fillojnë të formohen bërthama të rënda, jo hekur, jo karbon, por ari, platini, urani, të gjitha elementet që janë më të rënda se hekuri dhe që nuk mund të krijohen në bërthamën e një ylli normal. Ato krijohen këtu, në këtë shpërthim, në një proces që quhet nukleosinteze shpejt. Dhe kjo materie hidhet në hapësirë. Ajo udhëton me shpejtësi 20% të shpejtësisë së dritës. Ajo bart me vete energji sa një diel do të lëshonte në 1 miliard vjet. Ajo ndriçon me një ngjyrë të veçantë, një ngjyrë portokalli të kuqe, që vjen nga elementet radioaktive që po prishen. Astronomët e quajnë këtë një kilonova. Është si një supernova, por e shkaktuar nga përplasja e dy yjeve neutron, dhe është fabrika ku krijohet ari. Le ta themi përsëri, sepse kjo është e jashtëzakonshme. Çdo atom ari në unazën tuaj, në orën tuaj, në telefonin tuaj, u krijua në një ngjarje si kjo. Jo në një yll, jo në Big Bang, por në përplasjen e dy yjeve neutron diku në galaktik, miliarda vjet përpara se dielli të lindë. Ari që mbani në dorë ka kaluar në ferrin më të madh që fizika lejon. Ai është lindur në temperatura që shkrin vetë strukturën e materjes. Ai ka udhëtuar në përhapësirë për miliarda vjet. Ai është bërë pjesë e një reje që u shemb për të formuar sistemin ton diellor. Dhe tani është këtu, në dorën tuaj, një dëshmi e heshtur e një ngjarje që ndodhi kur universi ishte i ri.
Por përplasja e dy yjeve neutron nuk krijon vetëm elemente të rënda. Ajo krijon edhe diçka tjetër. Nëse masa totale e dy yjeve neutron është mjaft e madhe, më shumë se rreth 2,5 herë masa e diellit, atëherë objekti që mbetet pas përplasjes nuk mund të jetë një yll neutron. Ai është shumë masiv. Presioni i neutroneve nuk mund ta mbajë. Dhe kështu, në qendër të këtij ferri, në mes të këtij oqeani materie të ngjehtë, formohet një vrimë e zezë. Kjo vrimë e zezë nuk është e madhe. Ajo ka një masë vetëm disa herë më të madhe se dielli, por ajo rritet shpejt. Ajo gëlltit materien që rrotullohet rreth saj. Ajo thith neutronat, kuarket, fotonët, gjithçka që bie brenda horizontit të saj të ngjarjeve. Dhe ndërsa gëlltit, ajo lëshon energji. Kjo energji del në dy rreze të ngushta, gjete që lëvizin me shpejtësinë e dritës. Nëse një nga këto gjete është drejtuar drejt tokës, ne e shohim atë si një shpërthim rrezesh gamma, ngjarjen më të ndritshme në univers. Për disa sekonda, ky shpërthim është më i ndritshëm se të gjitha yjet në galaktikë së bashku. Ai lëshon më shumë energji se sa dielli do të lëshojë në të gjithë jetën e tij. Dhe ai vjen nga një objekt me madhësinë e një qyteti që sapo u shndërrua në një vrim të zezë, në një vend që është mijëra ose miliona vjet drite larg. Kur ne detektojmë një shpërthim rrezesh gamma, ne po shikojmë një moment kur materia kalon përtej kufirit të fundit dhe bëhet diçka nga e cila as drita nuk mund të shpëtojë. Por jo të gjitha përplasjet krijojnë vrima të zeza. Nëse masa totale është nën kufirin kritik, objekti që mbetet është një yll neutron edhe më masiv. Një yll neutron që tani ka thithur materien e partnerit të tij dhe është bërë edhe më i dendur, edhe më ekstrem. Ky yll neutron mund të jetojë për miliona vjet, ose mund të jetojë vetëm për disa sekonda duke u tundur në kufirin e stabilitetit para se të shembë në një vrim të zezë. Dhe këtu është diçka që shkencëtarët sapo filluan ta kuptojnë. Kur një yll neutron shumë masiv rrotullohet shumë shpejt, rrotullimi vet mund ta mbajë atë nga shembja. Forca centrifugale, e njëjta forcë që ju mban në karrocën e një makine kur kthehet, po e shtyn materien nga jashtë. Kjo forcë po lufton kundër gravitetit. Dhe nëse ylli rrotullohet mjaft shpejt, kjo forcë mund të jetë mjaft e fortë për ta mbajtur yllin nga shembja, edhe nëse masa e tij është mbi kufirin teorik. Por rrotullimi ngadalësohet. Ylli lëshon rrezatim. Ai lëshon valë gravitacionale. Ai humb energji. Dhe ndërsa ngadalësohet, forca centrifugale dobësohet. Dhe një ditë, ose një orë, ose një sekond, rrotullimi nuk është më mjaft i shpejt. Graviteti fiton dhe ylli shembet. Në një moment keni një yll neutron. Momentin tjetër keni një vrim të zezë. Asnjë shpërthim, asnjë dritë, vetëm një zhdukje e heshtur ndërsa materia bie përtej horizontit të ngjarjeve dhe zhduket nga universi ynë. Kjo është fati përfundimtar i shumë yjeve neutron. Ata jetojnë për miliona ose miliarda vjet, duke rrotulluar në errësirë, duke mbajtur sekretet e materjes në bërthamat e tyre. Por në fund, graviteti fiton. Ata shemben dhe bëhen vrima të zeza. Kufiri i fundit është kaluar. Materia ka arritur në pikën ku as presioni i neutroneve, as forca bërthamore e fortë, as asnjë forcë tjetër në natyrë nuk mund ta mbajë. Ajo bie në një singularitet, një pikë me densitet të pafundëm dhe vëllim zero, ku të gjitha ligjet e fizikës që njohim pushojnë së zbatuari. Por para se të arrijnë në këtë pikë, yjet neutron na kanë dhënë diçka të paqmuar. Ata na kanë treguar se materia mund të ekzistojë në gjendje që ne mezi mund t'i imagjinojmë. Ata na kanë treguar se universi është plot me ekstreme, që të i kalojnë çdo gjë që mund të përjetojmë në tokë. Ata na kanë dhënë arin që mbajmë në duar. Ata na kanë dhënë valë gravitacionale që na lejojnë të dëgjojmë tingullin e hapësirës. Ata na kanë dhënë një dritare në fizikën që nuk mund ta studiojmë në asnjë mënyrë tjetër. Dhe ata janë ende plot me mister. Çdo vëzhgim i ri zbulon diçka të papritur. Çdo përplasje e re na jep të dhëna që sfidojnë teoritë tona. Çdo pulsar i ri që zbulojmë ka veti që nuk i kemi parë më parë. Ne kemi studiuar yjet neutron për më shumë se 50 vjet
dhe ende nuk e dim se çfarë ka në bërthamën e tyre. Ende nuk e dim se sa masiv mund të jetë një yll neutron para se të shembë. Ende nuk e dim nëse ekziston materia e çuditshme quark. Ende nuk e dim nëse ka gjendje të tjera të materjes që ne as nuk i kemi imagjinuar. Por ne po mësojmë. Me çdo teleskop të ri, me çdo detektor valesh gravitacionale, me çdo simulim kompjuterik, ne po afrohemi me përgjigjet. Ne po zbulojmë se universi është edhe më i çuditshëm se mendonim, edhe më ekstrem, edhe më i mahnitshëm. Dhe yjet neutron, këto objekte të vogla, të densa, të fuqishme, janë në qendër të kësaj zbulimi. Sepse ato janë kufiri. Ato janë vendi ku materia shkon në ekstrem absolut. Ku graviteti lufton betejën e tij përfundimtare kundër të gjitha forcave të tjera. Ku fizika që njohim arrin në kufijtë e saj. Dhe ku, në thellësinë e bërthamës, në atë vend ku presioni është aq i madh sa vetë materia mund të ndryshojë natyrën e saj, fshihen ende sekrete që do të na marrin dekada ose shekuj për t'i zbuluar. Kjo është fuqia e yjeve neutron. Kjo është arsyeja pse një lugj prej tyre peshon sa gjithë njerëzimi. Jo sepse janë thjesht të densa, por sepse ato përfaqësojnë diçka thelbësore për natyrën e universit. Ato na tregojnë se realiteti është më i çuditshëm se çdo fantazi. Se ligjet e fizikës lejojnë ekzistencën e objekteve që sfidojnë çdo logjik të përditshme. Se ne, me trupat tanë të brishta, jemi pjesë e një universi që përmban gjëra që nuk mund t'i imagjinojmë plotësisht, por që mund t'i studiojmë, t'i matim dhe gradualisht t'i kuptojmë. Înțeleg perfekt la që vëgëndic. Deri tani, çdo gjë që keni dëgjuar tingëllon si shkencë fantazi. Një luhë që peshon sa gjithë njerëzimi, materie aq e dendur sa thyhet çdo rregull që njihni. Yje që rrotullohen 700 herë në sekond. Kjo tingëllon si diçka që dikush e shpiku për të shitur libra ose për të fituar klikime në internet. Dhe kjo është arsyeja pse duhet të ndalemi këtu. Sepse ka një linjë shumë të hollë midis shkencës së vërtet dhe pseudoshkencës, midis fakteve të verifikuara dhe spekulimeve të egra. Dhe në botën e yjeve neutron, kjo linjë shpesh humbet. Ka video që pretendojnë se yjet neutron janë porta drejt dimensioneve të tjera. Ka artikuj që thonë se ata mund të jenë makina kohore. Ka teori konspirative që lidhin yjet neutron me gjithçka, nga energjia e lirë deri te vizitat e jashtëtoksorëve. Le ta themi qartë, asgjë nga kjo nuk është e vërtetë. Yjet neutron nuk janë magjik. Ata nuk janë misterioze në kuptimin mistik. Ata janë objekte fizike të qeverisura nga ligje fizike të studiuara me metoda shkencore. Çdo gjë që ju kam thënë deri tani bazohet në vëzhgjime të sakta, në matje të përsëritura, në teoria që janë testuar mijëra herë. Por ja ku bëhet interesante. Edhe kur heqim të gjithë mistikën, edhe kur qëndrojmë rreptësisht brenda shkencës së verifikuar, yjet neutron mbeten objektet më ekstreme që fizika lejon të ekzistojnë. Ata nuk kanë nevojë për egzagerim. Realiteti i tyre është mjaft i çuditshëm. Le të shikojmë se çfarë e dim me siguri, jo çfarë spekulojmë, jo çfarë shpresojmë, por çfarë kemi matur me instrumente të sakta, çfarë kemi verifikuar me metoda të pavarura, çfarë është riprodhuar nga laborator të ndryshëm në vende të ndryshme. E dim se yjet neutron ekzistojnë. Kjo nuk është teori, kjo nuk është hipotezë. Ne i kemi detektuar mijëra prej tyre. Ne kemi matur pulset e tyre me saktësi më të madhe se çdo orë atomike. Ne kemi parë dritën e tyre. Ne kemi kapur rrezatimin e tyre. Në vitin 2017, ne dëgjuam tingullin e 2 yjeve neutron që përplaseshin. Valët gravitacionale që udhëtuan nëpër univers për 1 miliard e 300 milion vjet, para se të arrinin te detektorët tanë. Kjo nuk është besim. Kjo është fakt. E dim se ata janë të dendur, shumë të dendur. Ne kemi matur masën e tyre duke vëzhguar se si ndikojnë në yjet e tjerë që rrotullohen rreth tyre. Ne kemi matur madhësinë e tyre duke analizuar se si drita përkulet rreth tyre. Dhe kur ndajmë masën me vëllimin, marrim një densitet që është rreth 100 milion ton për centimetër kub. Kjo është matje, jo spekulim. E dim se ata rrotullohen shpejt, shumë shpejt.
Rekordi i verifikuar është një pulsar që quhet PSRJ 1717 plus 3919A. Ai rrotullohet 701 herë në sekond. Ne e dim këtë, sepse pulset e tij arrin çdo 1,4 milisekonda. Dhe kjo kohë është matur me saktësi deri në 1 të miliardën e sekondës. Kjo nuk është gjetje. Kjo është matje e përsëritur nga teleskop të ndryshëm në kontinente të ndryshme. E dim se ata kanë fusha magnetike ekstreme. Ne e dim këtë sepse rrezatimi që lëshojnë ka një polarizim specifik që vjen vetëm nga ndërveprimet me fusha magnetike shumë të forta. Ne kemi matur këtë polarizim. Ne kemi krahasuar atë me parashikimet teorike dhe të dyja përputhen. Fusha magnetike e një magnetari është vërtet rreth 1 kuadrilion Gauss. Kjo nuk është egzagerim. Kjo është përfundimi i matjeve të sakta. Por, dhe kjo është një por i madh, ka gjëra që nuk i dim. Ka pyetje që mbeten të hapura. Ka mister që shkenca ende nuk i ka zgjidhur. Dhe këtu është ku duhet të jemi të sinqert. Ne nuk e dim me siguri se çfarë ka në bërthamën absolute të një ylli neutron. Ne kemi teoria, ne kemi simulime, por presioni atje është aq i madh sa të i kalon çdo gjë që mund të testojmë në tokë. Për shpejtuesit tan më të fuqishëm të grincave, Large Hadron Collider në CERN mund të krijojë presione që janë vetëm 1/10 e presionit në bërthamën e një ylli neutron. Ne mund të studiojmë fizikën deri në një pikë. Përtej asaj pike, ne po bëjmë supozime të arsyeshme bazuar në teoria të mira, por ato mbeten supozime. Ne nuk e dim nëse ekziston materia e çuditshme quark. Kjo është një parashikim teorik që del nga kromodinamika kuantike, teoria që përshkruan se si veprojnë quarket. Teoria thot se në presione mjaft të larta, quarket mund të çlirohen dhe të formojnë një gjendje të re të materjes. Por ne nuk e kemi parë këtë. Ne nuk e kemi verifikuar. Është një mundësi e fortë teorike, por jo një fakt i provuar. Ne nuk e dim saktësisht sa masiv mund të jetë një yll neutron para se të shembë në një vrim të zezë. Ne e dim se kufiri është diku midis 2 dhe 3 masave diellore, por numri i sakt varet nga ekuacioni i gjendjes së materjes bërthamore, një ekuacion që ne ende nuk e njohim plotësisht. Çdo vëzhgim i ri i një ylli neutron masiv na jep një të dhënë të re, por ende nuk kemi përgjigjen përfundimtare. Ne nuk e dim nëse ka gjendje të tjera egzotike të materjes që mund të ekzistojnë vetëm në kushte aq ekstreme. Fizika teorike parashikon mundësi të ndryshme: kondensate pionike, kondensate kaonike, materie hiperonike, por asnjë nga këto nuk është vërejtur drejt për drejt. Ato janë mundësi matematike që dalin nga teoria, por që presin verifikim eksperimental. Dhe kjo është pikërisht ajo që e bën shkencën të bukur. Shkenca nuk pretendon se di gjithçka. Ajo nuk thot kjo është e vërteta absolute dhe nuk ka më çfarë të mësohet. Shkenca thot kjo është ajo që e dim tani, bazuar në provat që kemi. Dhe këto janë pyetjet që ende nuk i kemi zgjidhur. Por ja ku bëhet vërtet interesante. Edhe brenda kufive të asaj që e dim me siguri, gjet neutron na tregojnë se ekziston një kufi absolut për sa e dendur mund të jetë materia pa u shembur në një vrim të zezë. Ata na tregojnë se ka një luftë e përhershme midis forcave që shtyjnë nga brenda dhe gravitetit që tërheq nga jashtë. Dhe ata na tregojnë se kjo luftë ka një fitues të pashmangshëm. Le ta shikojmë këtë nga një këndvështrim tjetër. Le të harrojmë për një moment numrat e mëdhenj. Le të harrojmë miliarda ton dhe triliona Gauss. Le të flasim për diçka më thelbësore. Le të flasim për kufirin. Çdo gjë në univers ka një kufi. Ka një shpejtësi maksimale, shpejtësia e dritës. Asgjë nuk mund të lvizë më shpejt. Ka një temperaturë minimale, zero absolut. Asgjë nuk mund të jetë më e ftohtë. Ka një kohë minimale, koha Planck. Asnjë ngjarje nuk mund të zgjas më pak. Këto nuk janë kufizime teknike. Këto nuk janë gjëra që do t'i kapërcejmë kur të ndërtojmë makina më të mira. Këto janë kufi themelore të vetë realitetit, dhe ijet neutron na tregojnë se ka një kufi tjetër,
Ka një densitet maksimal që materia normale mund të arrijë. Përtej këtij kufiri, materia nuk bëhet thjesht më e dendur. Ajo ndryshon natyrën e saj. Ajo shembet në diçka tjetër. Ajo bëhet një vrim e zezë, një objekt ku vetë koncepti i materjes pushon së zbatuari. Ky kufi nuk është arbitrar, ai nuk është vendosur nga ndonjë ligj i rastësishëm. Ai del nga vetë struktura e hapësirës dhe kohës. Ai del nga mënyra se si graviteti ndërvepron me energjinë. Ai del nga fakti se hapësira mund të përkulet, por nuk mund të përkulet pafundësisht pa ushqyer. Dhe këtu është diçka që duhet ta kuptoni. Kur një yll neutron arrin në kufirin e tij dhe shembet në një vrim të zezë, kjo nuk është thjesht një ndryshim sasior. Kjo nuk është thjesht më shumë nga e njëjta gjë. Kjo është një ndryshim cilësor. Është një transformim nga një lloj realiteti në një lloj tjetër. Një yll neutron, sado ekstrem, është ende një objekt. Ai ka një sipërfaqe, ai ka një strukturë, ai ka veti që mund të maten. Ju mund, në parim nëse do të kishit teknologjinë, të qëndroni në distancë të sigurt dhe ta studionit atë. Ju mund të dërgonit një sond që të kalojë pranë tij dhe të mbledh të dhëna. Ju mund ta shikonit atë, ta prekni atë, edhe pse kjo do t'ju vriste. Ta ndërvepronit me të. Por një vrim e zezë është diçka tjetër. Ajo nuk ka sipërfaqe në kuptimin normal. Ajo ka një horizont ngjarjesh, një kufi përtej të cilit asgjë nuk mund të kthehet. Por ky horizont nuk është një objekt fizik, është një kufi në vetë hapësirën. Përtej këtij kufiri, të gjitha rrugët nëpër hapësirë-kohë çojnë në një drejtim të vetëm, drejt qendrës. Nuk ka qëndrim në vend, nuk ka largjim, ka vetëm rënje. Dhe në qendër të një vrime të zezë, sipas teorisë së Einsteinit, ka një singularitet. Një pikë ku densiteti bëhet i pafundëm dhe vëllimi bëhet zero. Por këtu duhet jemi të sinqertë përsëri. Ne nuk e dim nëse singularitetet vërtet ekzistojnë. Teoria e relativitetit të përgjithshëm parashikon se ato duhet të ekzistojnë, por e njëjta teori na thot se ajo vetë pushon së zbatuari në kushte aq ekstreme. Në një singularitet, graviteti bëhet aq i fortë sa efektet kuantike, efektet që relativiteti i përgjithshëm nuk i përfshin, duhet të bëhen dominuese. Kjo është arsyeja pse fizikanët po kërkojnë një teori të re, një teori e gravitetit kuantik që do të bashkojë relativitetin e përgjithshëm me mekanikën kuantike. Një teori që do të na tregojë se çfarë ndodh vërtet në qendër të një vrime të zezë. Një teori që do të na tregojë nëse singularitetet janë reale apo janë thjesht një artefakt i një teorie që po përdoret përtej kufive të saj të aplikueshmërisë. Por derisa të kemi këtë teori, ne jemi në errësirë. Ne mund të studiojmë yjet neutron, objektet që janë në kufrin e asaj që materia mund të jetë, por nuk mund të studiojmë se çfarë ka përtej këtij kufiri. Nuk mund të shikojmë brenda një vrime të zezë. Nuk mund të dërgojmë një sond që të kalojë horizontin e ngjarjeve dhe të kthehet me të dhëna. Fizika na thot se kjo është e pamundur. Jo e vështirë, jo teknologjikisht sfidues, por e pamundur në kuptimin themelor. Dhe kjo na sjell te një pyetje më e thellë. Çfarë do të thotë të dish diçka? Çfarë do të thotë të kuptosh diçka? Ne mund të shkruajmë ekuacione që përshkruajnë se çfarë ndodh brenda një vrime të zezë. Ne mund të bëjmë simulime kompjuterike. Ne mund të parashikojmë se si do të silej materia në kushte aq ekstreme. Por a është kjo njohuri e vërtet nëse nuk mund ta verifikojmë kurrë? A është kuptimi vërtet nëse nuk mund ta testojmë kurrë? Kjo është një pyetje filozofike, por ajo ka pasoja praktike, sepse në shkencë verifikimi është gjithçka. Një teori që nuk mund të testohet nuk është shkencë, është matematikë e bukur, është spekulim i arsyeshëm, por nuk është shkencë në kuptimin e plot të fjalës. Dhe kur flasim për brendësinë e vrimave të zeza, ne jemi në kufirin e asaj që mund të testohet. Por yjet neutron, yjet neutron janë diçka tjetër. Ata janë në kufirin, por ende në anën tonë të kufirit. Ata janë mjaft ekstreme për të na treguar se si sillet materia në kushte që nuk mund t'i riprodhojmë në tokë. Por ata janë ende mjaft të arritshëm për t'u studiuar. Ata lëshojnë dritë, ata lëshojnë rrezatim,
ata lëshojnë valë gravitacionale. Dhe të gjitha këto sinjale mund të detektohen, të maten, të analizohen. Çdo herë që detektojmë një pulsar të ri, ne mësojmë diçka. Çdo herë që matim masën e një ylli neutron, ne kufizojmë teoritë tona. Çdo herë që vëzgojmë një përplasje të dy yjeve neutron, ne marrim një pamje të shkurtër të fizikës në kushte që nuk ekzistojnë askund tjetër në univers. Dhe këtu është diçka e mahniqme. Në vitin 2023, astronomët zbuluan një sistem binar ku një yll neutron rrotullohet rreth një vrime të zezë. Ky sistem është një laborator natyror i përsosur. Duke vëzguar se si ylli neutron lëviz në fushën gravitacionale të vrimës së zezë, ne mund të testojmë teorinë e Einsteinit në kushte ekstreme. Ne mund të shikojmë nëse relativiteti i përgjithshëm ende funksionon kur graviteti bëhet aq i fortë sa afrohet me kufirin absolut. Dhe deri tani, teoria mban. Çdo parashikim që Einsteini bëri në vitin 1915, kur ai shkroi ekuacionet e tij duke përdorur vetëm letër dhe laps, është verifikuar. Drita përkulet rreth yjeve neutron saktësisht siç parashikoi ai. Koha ngadalsohet në fusha të forta graviteti saktësisht siç tha ai. Valet gravitacionale udhtojnë me shpejtësinë e dritës saktësisht siç llogariti ai. Por ne po e shtyjmë teorinë në kufijtë e saj. Ne po e testojmë atë në kushte që Einsteini nuk mund t'i imagjinonte. Dhe një ditë, ndoshta së shpejti, ndoshta pas dekadash, ne mund të gjejmë një devijim. Një matje që nuk përputhet me parashikimin. Një anomali e vogël që tregon se ka diçka më shumë, diçka që relativiteti i përgjithshëm nuk e kap. Dhe kjo do t'ishte e mrekullueshme. Jo sepse do të tregonte se Einsteini kishte gabim. Ai nuk kishte gabim. Teoria e tij funksionon në mënyrë të përsosur brenda fushës së saj të aplikueshmërisë, por sepse do të na tregonte se ka një teori më e thellë, një kuptim më i plot i gravitetit që pret të zbulohet. Kjo është mënyra se si shkenca përparon, jo duke gjetur të vërtetën përfundimtare, por duke ndërtuar modele gjithnjë më të mira të realitetit. Çdo model i ri përfshin modelin e vjetër si një rast të veçantë. Mekanika newtoniane funksionon ende për të llogaritur orbitën e satelitëve, por relativiteti i Einsteinit është më i saktë. Dhe një ditë, një teori e re do të përfshijë relativitetin si një rast të veçantë dhe do të na japë një pamje edhe më të plotë. Por deri atëherë, ne kemi yjet neutron, dhe ata janë mjaft. Ata janë mjaft ekstreme për të na treguar se universi është më i çuditshëm se çdo gjë që mund të ndërrojmë. Ata janë mjaft të arritshëm për të studiuar me metodat tona aktuale, dhe ata janë mjaft misterioze për të na mbajtur të zënë për dekadat të ardhshme. Sepse çdo përgjigje që gjejmë ngre pyetje të reja. Kur mësuam se yjet neutron ekzistojnë, pyetëm, sa të dendur mund të jenë? Kur mësuam se ata janë shumë të dendur, pyetëm, çfarë ka në brendësitë të tyre? Kur mësuam se ata kanë fusha magnetike ekstreme, pyetëm, si krijohen këto fusha? Kur mësuam se ata përplasen dhe krijojnë elemente të rënda, pyetëm, sa shpesh ndodh kjo? Dhe çdo pyetje e re na çon më thellë. Çdo përgjigje e re zbulon një shtresë tjetër kompleksiteti. Çdo zbulim i ri na tregon se ne mezi kemi gërmuar sipërfaqen e asaj që ka për të mësuar. Kjo është arsyeja pse shkencëtarët vazhdojnë të studiojnë yjet neutron me aq pasion. Jo sepse ata janë kurioze në mënyrë abstrakte, por sepse ata janë çelësi për të kuptuar disa nga pyetjet më thelbësore të fizikës. Si sillet materia në kushte ekstreme? Cilat janë kufijt absolut të densitetit? Çfarë ndodh kur graviteti bëhet aq i fortë sa fillon të ndërveprojë me efektet kuantike? Si krijohen elementet e rënda? Si evoluojnë yjet? Si përfundon universi? Të gjitha këto pyetje lidhen me yjet neutron. Të gjitha këto pyetje kërkojnë që ne të studiojmë këto objekte ekstreme. Dhe të gjitha këto pyetje na kujtojnë se ne jemi pjesë e një universi që është shumë më i madh, shumë më i vjetër dhe shumë më i çuditshëm se çdo gjë që mund të përjetojmë drejt për drejt. Kur shikoni natën e qiellit, ju po shikoni në të kaluarën. Drita nga yjet më të afërt ka udhëtuar për vite. Drita nga galaktikat e largëta ka udhëtuar për miliarda vjet. Dhe diku atje, në atë errësirë të pafund,
ka yje neutron. Disa po rrotullohen në heshtje, të padukshëm për ne. Të tjerë po lëshojnë pulse që udhëtojnë në përhapësirë me rregullsi të përsosur. Dhe disa, në këtë moment, po përplasen me njëri tjetrin, duke krijuar shpërthime që janë më të ndritshme se galaktika të tëra. Dhe ne, këtu në tokë, me teleskopat tanë dhe detektorët tanë, po kapim këto sinjale. Po i analizojmë ato, po mësojmë prej tyre. Po ndërtojmë një kuptim gjithnjë më të plot të asaj se si funksionon universi. Kjo është fuqia e shkencës. Jo të pretendoj se di gjithçka, por të pranoj se ka shumë që nuk e dim dhe pastaj të punoj me durim, me kujdes, me metodë për të zbuluar të vërtetat e reja. Një vëzhgim në një kohë, një matje në një kohë, një zbulim në një kohë. Dhe yjet neutron, këto objekte të vogla, të densa, të fuqishme, janë në qendër të këtij udhëtimi. Ato janë kufiri midis asaj që e dim dhe asaj që nuk e dim, midis materjes dhe asgjës, midis ekzistencës dhe singularitetit, midis shkencës që mund të testohet dhe misterit që pret të zbulohet. Kjo është arsyeja pse një lugj prej tyre peshon sa gjithë njerëzimi. Jo vetëm sepse ato janë të densa, por sepse ato përfaqësojnë diçka më të madhe. Ato përfaqësojnë kufirin absolut të asaj që materia mund të jetë. Ato përfaqësojnë pikën ku fizika që njohim arrin në kufijtë e saj. Ato përfaqësojnë pyetjet që ende nuk i kemi zgjidhur dhe misteret që ende nuk i kemi zbuluar. Dhe kjo është e bukur, jo pavarësisht nga pasiguria, por pikrisht për shkak të saj, sepse ajo na tregon se ka ende shumë për të mësuar, ka ende shumë për të zbuluar, ka ende shumë që pret të kuptohet. Dhe ne, me trupat tanë të brishta, me jetët tona të shkurtra, me teknologjinë tonë të kufizuar, jemi pjesë e këtij udhëtimi. Ne jemi krijesat që po përpiqen të kuptojnë universin. Ne jemi materia që po përpiqet të kuptojë vetveten. Ne jemi yjet që kanë vdekur dhe janë rilindur si vetdije. Dhe kjo, në fund, është historia më e mahniqme e të gjitha. Por le të ndalemi për një moment. Le të kthehemi te diçka që e përmenda në fillim, trupi juaj, atomet tuaja, hapësira boshe që ju përbën. Kur fillova këtë histori, ju thash se ju jeni bërë nga hapësirë boshe, se atomet tuaja janë pothuajse plotësisht bosh. Se nëse bërthama e një atomi do t'ishte sa një kokër gruri në qendër të një fushe futbolli, elektroni më i afërt do t'ishte diku te tribuna. Dhe gjithçka tjetër? Hapësirë. Por tani, pas gjithçkaje që kemi diskutuar, kjo hapësirë nuk duket më aq boshe, apo jo? Sepse ne e dim se në një yll neutron, kjo hapësirë zhduket. Elektronët dhe protonët shtypen së bashku, atomet shemben në vetvete, dhe materia bëhet diçka që nuk i ngjan asgjëje që njihni. Kjo do të thotë se trupi juaj, trupi im, çdo gjë që shohim dhe prekim, ekziston në një gjendje shumë specifike. Një gjendje ku presioni është mjaft i ulët sa atomet mund të ruajnë hapësirën e tyre, një gjendje ku graviteti është mjaft i dobët sa materia mund të mbajë formën e saj, një gjendje që, në shkallën e universit, është jashtëzakonisht e rrallë. Shumica e materjes në univers nuk është si ne. Shumica e materjes është ose shumë më e rrallë. Gazi midis yjeve, pluhuri midis galaktikave, ose shumë më e dendur. Yjet neutron, vrimave të zeza, bërthama e yjeve. Ne ekzistojmë në një zonë të ngushtë, në një dritare të vogël, ku kushtet janë pikërisht të duhurat për llojin e materjes që quajmë normale. Dhe kjo ngre një pyetje filozofike. Çfarë është normale? Nëse shumica e materjes në univers është në gjendje ekstreme, ose shumë e rrallë ose shumë e dendur, atëherë ndoshta ne jemi përjashtimi. Ndoshta materia normale është emri i gabuar. Ndoshta ne duhet ta quajmë atë materia e rrallë, ose materia e zgjeruar, ose materia në gjendje të ulët energjie. Por ka diçka edhe më të thellë këtu. Diçka që lidhet me vetë natyrën e ekzistencës. Kur një yll neutron formohet, ai nuk është thjesht materie që bëhet më e dendur. Është një transformim themelor. Atomet pushojnë se ekzistuari si atome, elektronët dhe protonat pushojnë se ekzistuari si grimca të veçanta. Vetë struktura e materjes ndryshon. Është si të kalosh nga një fazë e materjes në një tjetër.
si kur uji shndërrohet në akull, por shumë më dramatike. Dhe kjo na bën të pyesim: sa lloje të ndryshme të materjes mund të ekzistojnë? Ne e njohim materjen normale, atomet që na përbëjnë. Ne e njohim materjen neutronike, neutronat e ngjeshura në yjet neutron. Ne spekulojmë për materjen quark, quarket e çliruar në bërthama eve më të densa. Por a ka eve më shumë? A ka gjendje të materjes që ne as nuk i kemi imagjinuar? Fizika teorike thot po. Ekuacionet tona parashikojnë mundësi të shumta, por universi nuk është i detyruar të realizojë çdo mundësi që matematika lejon. Universi zgjedh. Dhe ne nuk e dim gjithmonë pse ai zgjedh atë që zgjedh. Kjo është një nga pyetjet më të mëdha të hapura në fizik. Jo vetëm çfarë llojesh të materjes ekzistojnë, por pse këto lloje dhe jo të tjera? Pse konstantet e natyrës kanë vlerat që kanë? Pse forca elektromagnetike është aq e fortë sa është? Pse masa e elektronit është pikërisht ajo që është? Pse universi është i ndërtuar me këto rregulla dhe jo me rregulla të tjera? Dhe këtu hyjmë në territorin e asaj që quhet problemi i sintonizimit të imët. Universi duket se është i sintonizuar me saktësi të jashtëzakonshme për të lejuar ekzistencën e materjes komplekse. Nëse graviteti do të ishte pak më i fortë, të gjithë yjet do të shemshin në yje neutron ose vrima të zeza. Nëse do të ishte pak më i dobët, yjet nuk do të mund të formonin fare. Nëse forca bërthamore e fortë do të ishte pak më e dobët, bërthama atomike nuk do të ishin të qëndrueshme. Nëse do të ishte pak më e fortë, hidrogjeni do të ishte shndërruar tërësisht në helium në Big Bang dhe nuk do të kishte lëndë djegëse për yjet. Disa fizikanë thonë se kjo është provë e një parim antropik, ideja se ne vëzhgojmë një univers që lejon ekzistencën tonë, sepse në një univers që nuk e lejon, nuk do të kishte askush për ta vëzhguar atë. Të tjerë thonë se kjo është provë e një multivers, ideja se ekzistojnë shumë universe me ligje të ndryshme fizike dhe ne ndodhemi në një që rastësisht ka ligjet e duhura. Por të tjerë thonë se ne thjesht nuk e dim. Ndoshta ka një teori më e thellë që shpjegon pse konstantet kanë vlerat që kanë. Ndoshta ka një arsye matematike që ne ende nuk e kemi zbuluar. Ndoshta pyetja vetë është e gabuar. Ndoshta këto konstante nuk janë të rastësishme, por janë të vetmet vlera të mundshme për një univers koherent. Ne nuk e dim, dhe kjo është në rregull, sepse shkenca nuk kërkon të ketë të gjitha përgjigjet. Ajo kërkon të bëjë pyetjet e duhura. Por le të kthehemi te yjet neutron, sepse ata na tregojnë se universi ka kufi. Ka vlera maksimale dhe minimale, ka pika ku ligjet ndryshojnë, ka tranzicione ku një lloj realiteti shndërrohet në një lloj tjetër. Dhe këto kufi nuk janë arbitrar, ato dalin nga vetë struktura e hapësirës dhe kohës. Ato dalin nga fakti se universi është i ndërtuar me rregulla specifike, dhe këto rregulla kanë pasoja specifike. Një il neutron nuk mund të jetë sa të doj i dendur, ka një kufi. Për te i këti kufiri, a i shembet në një vrim të zezë. Ky kufi nuk është një zgjedhje, nuk është një kufizim teknik, është një pasoj e domosdoshme e mënyrës se si funksionon graviteti. Dhe kjo na tregon diçka të thellë. Universi nuk është kaotik. Ai nuk është i rastësishëm. Ai ka strukturë, ai ka rregulla, ai ka kufi. Dhe këto kufi janë të njëjta kudo. Një il neutron në skajin tjetër të universit, 10 miliard vjet dritë e larg, ka të njëjtat veti si një il neutron në galaktikën tonë. Ligjet e fizikës janë universale. Por pse? Pse universi ka ligje? Pse këto ligje dhe jo të tjera? Pse ligjet janë të njëjta kudo? Këto janë pyetje që shkenca nuk mund t'i përgjigjet plotësisht. Jo sepse shkenca është e kufizuar, por sepse këto pyetje shkojnë përtej shkencës. Ato janë pyetje filozofike, ato janë pyetje për natyrën e vetë ekzistencës. Por ja ku bëhet interesante. Edhe nëse nuk mund t'i përgjigjemi këtyre pyetjeve, ne mund të mësojmë nga ato. Ne mund të studiojmë se si funksionon universi, edhe nëse nuk e dim pse funksionon ashtu. Ne mund të zbudojmë ligjet, edhe nëse nuk e dim pse këto ligje ekzistojnë. Dhe kjo është pikrisht ajo që bëjmë kur studiojmë yjet neutron. Ne po mësojmë se si sillet materia në kushte ekstreme. Ne po zbulojmë kufit e asaj që është e mundur.
Ne po ndërtojmë një hartë të territorit midis materjes normale dhe vrimave të zeza, dhe çdo zbulimiri na tregon se territori është më i madh, më kompleks, më i mahnitshëm se mendonim. Por ka diçka tjetër që yjet neutron na mësojnë, diçka për natyrën e kohës. Kur një yll neutron formohet, ai formohet në një moment specifik. Një yll gjigant jeton për miliona vjet. Pastaj, në 1/4 e sekondës, ai shembet. Bërthama transformohet nga një sferë hekuri me madhësinë e tokës në një sferë neutronash me madhësinë e një qyteti. Kjo ndodh aq shpejt sa është pothuajse e menjëhershme. Por çfarë do të thotë i menjëhershëm? Koha vetë po ngadalsohet në atë shembje. Graviteti është aq i fortë sa koha po shtrembrohet. Për një vëzhgues të largët, shembja duket se zgjat një kohë të caktuar, por për materien që po shembet, koha po kalon ndryshe. Nuk ka një tani util, nuk ka një moment universal. Kjo është një nga pasojat më të çuditshme të relativitetit të Einsteinit. Koha nuk është absolute. Ajo varet nga ku jeni dhe sa shpejt po lëvizni. Dy ngjarje që janë simultane për një vëzhgues mund të mos jenë simultane për një tjetër. E kaluara, e tashmja dhe e ardhmja nuk janë të njëjta për të gjithë. Dhe në kushte ekstreme, afër një ylli neutron, afër një vrime të zezë, kjo bëhet edhe më dramatike. Koha mund të ngadalsohet aq shumë sa pothuajse ndalon. Mund të përshpejtohet, mund të shtrembrohet në mënyra që sfidojnë çdo intuicion. Kjo na bën të pyesim: çfarë është koha? A është ajo një gjë reale, apo është thjesht një mënyrë se si ne përjetojmë ndryshimin? A ka një tani absolut, apo është koha thjesht një dimension tjetër, si hapësira, ku e kaluara dhe e ardhmja ekzistojnë njëkohësisht? Fizikanët nuk janë dakord. Disa thonë se koha është një iluzion, se e gjithë historia e universit, nga Big Bangu deri në fundin e kohës, ekziston si një tërësi e vetme, dhe ne thjesht po përjetojmë një pjesë të saj në një kohë. Të tjerë thonë se koha është reale, se e ardhmja nuk ekziston ende, se e kaluara ka pushuar se ekzistuari dhe se vetëm momenti i tanishëm është real. Por yjet neutron na tregojnë se cilado që të jetë e vërteta, koha është shumë më e çuditshme se sa duket. Ajo nuk është një rrjedhë thjesht nga e kaluara drejt së ardhmes. Ajo është diçka që mund të përkulet, të shtrembrohet, të ngadalsohet, të përshpejtohet. Ajo është e lidhur me hapësirën në një strukturë të vetme, hapësirë kohë, që përcakton se si lëvizin objektet dhe si ndërveprojnë forcat. Dhe kjo na sjell te një pyetje edhe më e thellë. Nëse koha mund të shtrembrohet, nëse ajo mund të ngadalsohet deri në pikën ku pothuajse ndalon, atëherë çfarë ndodh në një singularitet? Çfarë ndodh në qendër të një vrime të zezë, ku teoria thot se koha pushon se ekzistuari? Ne nuk e dim. Teoria e Einsteinit na çon deri në atë pikë, pastaj ndalon. Ajo na thot se ka një vend ku ekuacionet e saj nuk funksionojnë më. Një vend ku duhet një teori e re. Dhe kjo teori e re, teoria e gravitetit kuantik, mund të na tregojë se koha vet ka një strukturë. Se ajo nuk është e vazhdueshme, por e bërë nga kuanta të vegjël, momente të padiskutueshme që janë njesit themelore të ekzistencës. Ose ajo mund të na tregojë diçka edhe më të çuditshme, se koha është një fenomen emergjent, diçka që del nga një realitet më themelor, që nuk ka kohë fare. Këto janë spekulime, por ato janë spekulime të bazuara në shkencë të mirë. Ato janë pyetje që dalin nga vëzhgimet tona të yjeve neutron, nga matjet tona të vrimave të zeza, nga përpjekjet tona për të kuptuar se si funksionon universi në kushte ekstreme. Dhe këtu është diçka që duhet ta kuptoni. Shkenca nuk është vetëm për të mbledhur fakte. Ajo është për të bërë pyetje, për të sfiduar supozimet, për të eksploruar kufijtë e asaj që është e mundur. Dhe ndonjëherë, pyetjet janë më të rëndësishme se përgjigjet, sepse çdo përgjigje që gjejmë na çon te pyetje të reja. Çdo mister që zgjidhim zbulon mistere të reja. Çdo kufi që ka përcejmë na tregon se ka kufi të tjerë përtej. Dhe kjo është e bukur, jo frustruese, jo dekurajuese, por e bukur. Sepse na tregon se universi është më i pasur, më kompleks, më i mahnitshëm se çdo gjë që mund të imagjinojmë. Se ka gjithmonë më shumë për të mësuar.
gjithmonë më shumë për të zbuluar, gjithmonë më shumë që pret të kuptohet. Por le të kthehemi te ju, te trupi juaj, te atomet tuaja, te hapësira boshe që ju përbën. Ju jeni bërë nga yje që vdiqen. Kjo nuk është metafor, kjo është fakt i vërtet. Çdo atom në trupin tuaj, përveç hidrogenit që u krijua në Big Bang, u krijua në bërthamën e një ylli. Karboni në ADN-ën tuaj, kalciumi në kockat tuaja, hekuri në gjakun tuaj. Të gjitha u krijuan nga fuzion bërthamor në yje që jetuan dhe vdiqën miliarda vjet përpara se dielli ynë të lindë. Dhe disa nga këto atome, ari në unazën tuaj, platini në pajisjet tuaja elektronike, u krijuan në diçka edhe më ekstreme, në përplasjen e dy yjeve neutron. Në një moment kur temperatura arriti në 100 miliard grad dhe presioni arriti në vlera që nuk mund të përshkruhen me fjalë, kjo do të thotë se ju jeni një pjesë e historisë kozmike. Ju nuk jeni një vëzhgues i jashtëm që shikon universin. Ju jeni universi që po vëzhgon vetveten. Ju jeni materia që ka bërë aq komplekse sa ka fituar aftësinë të mendoj, të ndjej, të pyes. Dhe kjo është ndoshta gjëja më e mëhnitshme e të gjitha. Jo se ekzistojnë yje neutron, jo se ekzistojnë vrima të zeza, jo se universi është i madh dhe i vjetër dhe plot me mrekulli, por se ekziston diçka, ju, unë, ne, që mund ta kuptoj këtë, që mund ta studioj, që mund ta vlerësoj. Vetëdia është ndoshta fenomeni më i çuditshëm në univers, më i çuditshëm se yjet neutron, më i çuditshëm se vrimave të zeza, më i çuditshëm se çdo gjë që kemi diskutuar. Sepse si është e mundur që materia, atome, molekula, qeliza të krijojë përvojën subjektive? Si është e mundur që një koleksion neutronash dhe protonash dhe elektronash të ndjejë diçka, të mendojë diçka, të jetë diçka? Kjo quhet problemi i vështirë i vetëdijes. Dhe është ndoshta pyetja më e madhe e hapur në shkencë. Ne mund të studiojmë trurin, ne mund të hartojmë çdo neuron, ne mund të gjurmojmë çdo sinjal elektrik, por ne ende nuk e dim si kjo aktivitet fizike krijon përvojën subjektive të qenit ju. Disa shkencëtar thonë se vetëdia është një fenomen emergjent, diçka që del nga kompleksiteti i trurit, ashtu si temperatura del nga lvizja e molekulave. Të tjerë thonë se vetëdia është thelbësore, se ajo është një veti bazë e universit, ashtu si masa ose ngarkesa elektrike. Të tjerë thonë se pyetja vet është e gabuar, se vetëdia nuk është një gjë që krijohet, por një mënyrë se si disa sisteme përpunojnë informacionin. Ne nuk e dim, dhe ndoshta nuk do ta dim kurrë, sepse për të studiuar vetëdien, ne duhet të përdorim vetëdien. Ne jemi instrumenti dhe objekti i studimit në të njëjtën kohë, dhe kjo krijon një problem themelor. Por ja ku bëhet interesante. Kur studiojmë yjet neutron, ne po studiojmë materien në gjendjen më ekstreme të mundshme. Kur studiojmë vetëdien, ne po studiojmë materien në gjendjen më komplekse të mundshme. Dhe ndoshta këto dy gjëra janë të lidhura. Ndoshta për të kuptuar plotësisht se çfarë është materia, ne duhet të kuptojmë jo vetëm se si ajo sillet në kushte ekstreme, por edhe se si ajo krijon kompleksitet, se si ajo organizohet në struktura që mund të mendojnë, se si ajo shndërrohet nga grimca të thjeshta në qenie të vetëdijshme. Kjo është një pyetje që shkenca sapo ka filluar ta eksploroje, dhe ajo mund të na çojë në vende që nuk i kemi imagjinuar. Por për momentin, le të qëndrojmë me atë që e dim. Le të qëndrojmë me faktin e mahnitshëm se ne ekzistojmë, se ne jemi bërë nga yje, se ne jemi pjesë e një universi që ka ekzistuar për 14 miliard vjet dhe që do të vazhdojë të ekzistojë për triliona vjet të tjerë. Dhe në këtë shkallë kozmike, jeta juaj është një çast, një shkëndij e shkurtër. Një moment i vogël midis dy pafundësive. Por ky moment është i juaj. Ky moment është real. Ky moment është i vetmi moment që keni. Dhe në këtë moment, ju jeni një koleksion atomesh që ka organizuar veten në një formë aq komplekse sa mund të mendoj për yjet neutron. Mund të imagjinoj objekte me madhësinë e një qyteti dhe masën e një ylli. Mund të kuptoj ekuacione që përshkruajnë se si përkulet hapësira. Mund të vlerësoj bukurinë e një universi që është shumë më i madh se ju. Kjo është fuqia e vetëdijes. Kjo
është fuqia e kuptimit. Kjo është fuqia e të qenit njeri. Ne nuk jemi yje neutron. Ne nuk jemi vrima të zeza. Ne jemi diçka shumë më e brisht, shumë më e vogël, shumë më e shkurtër, por ne jemi diçka që ata nuk janë. Ne jemi të vetëdijshëm. Ne mund të mendojmë, ne mund të pyesim, ne mund të kuptojmë. Dhe ndoshta, në fund, kjo është gjëja më e mahniqme në univers. Jo dëndësia ekstreme e një yli neutron, jo fusha magnetike prej një kuadrilion Gauss, jo temperatura prej 100 miliard grad. Por fakti se ekziston diçka, ju, që mund t'i kuptoj këto gjëra, që mund t'i studioj, që mund t'i vlerësoj, që mund të qëndroj në qiellin e natës dhe të pyes, çfarë është atje? Si funksionon? Pse ekziston? Kjo është trashëgimia jon. Jo si individ, ne do të vdesim. Jo si specie, ne do të zhdukem një ditë. Por si pjesë e një procesi kozmik që ka shndërruar materien e thjesht në diçka që mund të mendoj. Universi ka ekzistuar për 14 miliard vjet. Për shumicën e kësaj kohe, ai ka qenë i pavetëdijshëm. Yje kanë lindur dhe vdekur. Galaktika kanë formuar dhe përplasur. Vrima të zeza kanë gëlltitur materie, por askush nuk ka qenë atje për ta parë. Pastaj, në një planet të vogël, rreth një yli mesatar, në një galaktik të zakonshme, diçka e jashtëzakonshme ka ndodhur. Materia ka organizuar veten në forma që mund të mendojnë, që mund të pyesin, që mund të kuptojnë. Dhe tani, për herë të parë në historinë e këtij universi, ka diçka që mund ta studioj atë, që mund ta kuptoj atë, që mund të vlerësoj bukurinë dhe kompleksitetin e tij. Kjo është ajo që jemi ne. Kjo është ajo që bëjmë. Kjo është arsyeja pse shkenca është e rëndësishme. Jo sepse na jep teknologji, jo sepse na bën jetën më të lehtë, por sepse na lejon të kuptojmë vendin tonë në univers, të shohim se nga kemi ardhur, të imagjinojmë se ku po shkojmë. Dhe kur shikoni natën e qiellit, kur mendoni për yjet neutron që rrotullohen në errësirë, kur imagjinoni për plasjet që krijojnë arin në unazën tuaj, kujtoni këtë. Ju jeni bërë nga ato yje. Ju jeni pluhuri i yjeve që kanë vdekur. Ju jeni materia që ka bërë aq komplekse sa ka fituar aftësinë të mendoj për origjinën e saj. Dhe kjo, në fund, është historia më e mahniqme që mund të tregojmë. Jo historia e yjeve neutron, jo historia e vrimave të zeza, por historia e asaj se si materia e thjesht, hidrogjeni dhe heliumi nga Big Bangu, është shndërruar në yje, në planete, në jetë, në vetdije. Historia e asaj se si universi ka mësuar të mendoj për vetveten. Dhe ju jeni pjesë e kësaj historie. Ju jeni një kapitull në një libër që është shkruar për 14 miliard vjet. Një kapitull i shkurtër, por një kapitull që ka rëndësi. Sepse në këtë moment, ndërsa dëgjoni këto fjalë, ju jeni universi që po bëhet i vetëdijshëm për vetveten. Ju jeni yjet që po mendojnë për yjet. Ju jeni materia që po kërkon të kuptoj materien. Dhe ndoshta, në fund, kjo është gjëja më e mahniqme që mund të thuhet për një lugj materie që peshon sa gjithë njerëzimi. Jo se ajo është e dendur, jo se ajo është ekstreme, jo se ajo sfidohet çdo logjik, por se ekziston një univers ku një gjë e tillë mund të ekzistojë. Një univers me ligje që lejojnë ekstreme të tilla. Një univers që ka evoluar për miliarda vjet për të krijuar jo vetëm yje neutron, por edhe qenie që mund t'i studiojnë ato. Një univers që, për një moment të shkurtër, në një cep të vogël,